Përshëndetje, miqtë vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim energjinë e përgjithshme të tarotëve. Të fokusuar tek dy persona. Persona të dashuruar. Çfarë do të ndryshojë në këto momente në jetën tuaj? Pra, çfarë ndryshimi duhet të bëhet në jetën tuaj në këto momente që po kontaktoni me mua? Si do jetë kjo energji e momentit? Pra, ndryshime që do të vinë në jetën tuaj. Njëri nga dy personat është pak egoist. Pra, personi juaj i zemrës është pak egoist. Egoisti është gjithmonë edhe tek pjesa pozitive. Pra, egoizmi te njeriu është edhe në pjesën pozitive. Duhet ta marrim dhe me pozitivitet. Se një person që ka ego ka dhe qëllime për t'i çuar deri në fund. Një lajm nga ky princ i monedhave vjen drejt jush. Ky është një lajm i mirë. Sepse shumë bollëk do të vinë pas këtij lajmi në jetën tuaj. Ky është bollëk dhe pjesa financiare, por dhe në pjesën shpirtërore. Do të merrni një lajm nga drejtësia. Ky është një lajm që do të vijë shumë shpejt. Ky është një gjykatës i cili merr këtë lajm, vendos për këtë lajm të drejtë. Dhe personi i zemrës tuaj, hyton këtij kali, dhe kaloron fuqishëm për të sjellë ju lajmin e shumë pritur. Jeni dy persona shumë të lidhur me njëri tjetrin, keni një emocion, keni një pasion të fortë dhe ky angjëll mbrojtës ju mbron në rrugtimin e jetës tuaj drejt majës së kësaj piramide. Katra e shkopive tregon që ndryshimi midis ju të dy do të jetë shumë i madh. Ju do të gjeni paqe, qetësi, harmoni në jetën tuaj, në këtë shtëpi kaqësore. Jeni shumë falenderues dhe shumë mirënjohës universit që ju ka sjellë këtë paqe midis jush. Pra jeni të dy të dashuruar. Ndryshimet do t'i shikoni shumë shpejt në jetën tuaj. Ndryshime pozitive. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shenjë të horoskopit? Me Kaforen, me Ujori, me Shigjetari, Demi, Vigjëreshën dhe Dashin. Kurse gërma e pare e ndrytuar mund të rezonojë me gërmën Z, me gërmën F, V, Q, X, O, K, N, R. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.